Vazhdojmë ta kryjmë shpejt. Na jena të lujt teze, po ju kallëzoj si shoqëni, na shumica jena të lujt teze, projekti është shumë ma kriminal edhe shumë ma i rrezikshëm se sa që duket, sepse është i planifikuar në qatë mënyrë që me ka pikat kryesore të politikës, të mediave, të bizneseve, të shoqënisë dhe një ditë të bukur me tentume në e bo bashkë që shja u kanë bo muslimanëve në Spanjë. Se cili që jeton Kosovë, i patëm zgjedhjet lokale, pom se sot dominon frima e turqizimit Kosovës në mund xhami, se xhamijat më e keni kuptu, nuk janë prej Kuranit, nuk janë që i kërkon Zoti, janë të pushtetit otoman, që i kanë ndërtu si kopjet kishave. Dhe të gjitha partit, për shembull lufta me ashpër ka qenë në Mitrovic, bele ai kandidati i PDK si hupi zgjedhje pikërisht për shkak se filloi me shku në xhami dhe mi çu bëll pak më përpjet. Edhe i hupi zgjedhjet kur e kishte lojën në dorë me fitue. Keni qartë ajo. E njëjta studio është sot, kur ti shohësh për shembull, unë ku mbrojt Ramush Haradinajn. E ku mbrojt në vitin 2011 kur ju gjujtën ju vërsolën politikanët, ju hoxhallarët. Po i shfrytzuan hoxhallarët, pse i shkrejt e thamë një fjalë, nuk e di pse jam musliman, ju gjujtën krejt, unë e kam edhe shkrimin atëherë që ku morën mbrojtja Ramushit. Sot molla Shefçetin e kinon e djathtë në krah Ramushit, atë vëllezërisë muslimane që thot që menon që islami edhe slavizmi janë e dëmshëm për shqiptarët, këta janë të gabu rënë. E vetëvendosja, do më thonë e keni bo lamsh një parti nuk është e në Kosovë që korespondon me shtetin laik Kosovës. Se Kosova është shtet laik, kurse Macedonia nuk është shtet laik. Macedonia është shtet sekular. Apo më kuptoni? Njo nuk e keni, kjo është e vërteta. Edhe ke e fol atë çka nuk është në Kosovë, e fol një pavërtet. Molla Milazimi, pasi që në çdo partia, Lumnir Abdigjiku edhe ai koalicion me grupet ashtu të quajtura muslimane. Edhe Partia Demokratike, matë me mjega. Do më thonë të gjitha, me përjashtim, sa është e vërtet, e poshtë partia e Fatmirlimës, nuk ishte Hoxha Xhanica, nuk e di me një foto që e poshtë ashtu, po në Kosovë nuk ka parti laike që thirrë në shtet, sikur se janë dy partit e mëdha në Shqipëri, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Kosova ende nuk ka rrinë në shkollën politike ku Shqipëri. Na shumica jena të lujt teze, projekti është shumë ma kriminal edhe shumë ma i rrezikshëm se sa që duket, sepse është i planifikuar në qatë mënyrë që me ka pikat kryesore të politikës, të mediave, të bizneseve, të shoqënisë dhe një ditë të bukur me tentume në e bo bashkë që shja u kanë bo muslimanëve në Spanjë.